Përshëndetje, nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me ndonë me juve edhe një recetë natyrale me vetëm një përbërës natyral që e kemi secila motër, secili vëlla në shtëpi, besoj. Për çka është kjo recetë natyrale? As nuk është për ushqim, pra për gjellra, as nuk është për pastrim, por është recetë natyrale tashti, sidomos për kohrat e ftofta, gripa, koll, zonje të hunëve, temperatura, sidomos tek bebet e vogla gjëna se s'kan fuqi as me u kull për veti. Edhe janë të zonën e hundë. Qa bujnë motrat mas pari? Me njëherë të mjeko. Mjeko, me njëherë pikat hundëve. Sirupa. Që ato pikat e hundëve ja u qëtë një hundë, sansën e mojnë. Një sekundja lirojnë hundën, mas në 2 sekundave, veç ja terin hundën brenda dhe blokuan edhe ma shumë se që jënë konë për para. Shkojna me sirupat. 2-3 sirupa, 2 orë gjys pratë mas pare në dhomë të pritjes, këto po flasë për në Gjermani është fjolla, pratë mjeko i fëmive, 2 orë deri në 2 orë gjys, hala pa u kontrolu. Edhe në kontrol, pratë atë mrenda, kur të vjen mjeko, përshëndet një herë, 2 sirupa të qatë pikat hundëve. Sirupat, jave fëmive, jave bebave, sirupi për koll, veç sa ishtin edhe ma shumë me u kull, edhe janë nisin me vjell, edhe në fund apet kolli, mas 2-3 ditë i kthehet. Kështu që nuk ka gjë ma mirë se natyral. Për juve që keni beba të vogla, kur asnjëherë s'kom përdorur për fëmijët të mi, sirupat kollit edhe kur ju kanë zonë hundë. Sepse mas pari nuk shkoj atë mi prit, si thash 2 orë gjys badi hadha, i kom marrë gjithmonë qept. Qept i kom ngri qështo. Edhe kur ju kanë zonë hundë, edhe kur kanë pas kollitje, edhe kur kanë pas temperaturë. Kur kanë pas temperaturë, i kom ngri kjep që shtu i kom qeru edhe i kom qitë në për qeropa. Qeropa, ja u kom qitë poshtë, edhe ja u kom bas qeropa, të notën deri në mëngjes ja kom lënë qashtu. Janë të mira shumë pra për kur zohen fëmija në hundë pra. Janë as frim s'munën me morë. Jo që i lidh në fëmijë në për bishika, në bishika i mi lidhë dhe vetë, na kanë lidhë në matona, edhe mirë, elhamdulillah, shnosh si topi, as një kom të shtremta se kemi. Se shumicën në rasteve, thojnë, neve na kalon djepi që shto neve shqiptarëve, se na kanë përkune, na kanë shkun. Na kanë shkun e na kanë kënon që e lumshin dur se bashim i rri që shto gati 2 metra, drejt si kur plepi. Edhe fëmijën e mi kum lidhë bilem, pra atë punë as edhe jam krenare bilem. Pse? Sot pilojnë fëmijën në për kreveta, kom të hapta, të shtremta pje bohën, se fëmija ratuat mas shumë të mbëshik. Menimi janë personal është aja. Pra, ju që i lënë dhe fëmijën, bëshika ose në djap që shithuni, kur t'janë bebet e vogla dhe jënë zonë pra hund, kanë kollitje, veç e merë një shtë qept, edhe e qëtë në një palom, qështo? Qept, qëtë në një palom, kur të flanë beba, aty e mbulani pra beshikun me lojës, e ja qëtë në pra tek onash, tek goja ku merë frym, qatë eren e qeps, kur të mbulani pra me lojës, që ajo erë krejt jenë brenda, pra sepse e thith qatë eren, aromen e qeps, krejt që ajo e shleron hundë. Në bromje, masanena, si që thash, kur të kam temperaturës e kollitje veç, ja qëtë në qept pra në qoropa edhe e lani deri në mëngjes ashtu. Mos ja këshirni tash të më shku, jo, jerdh era, jo, mbush krejt era dhomës, fjetjes, o, mos e lani, mi këqyrë ato, mi lonë onash, por mi këqyrë që është mirë për fëmijën e juve, edhe për tritër, blenë kjo njëjtë, kur të kanë pra temperaturë. Të beba të vogla, për kollitje, për zonje të hunëve, për temperaturë, këto janë antibiotik natyral si qepa pra nuk ka. Pa argjime i keni në shpet të shëndetshme, as nuk i lojnë për fëmijën me vjell, por i shlirojnë. Si nga hundë, si e largojnë kollitjen, si a jekun temperaturën. Provani motra të dashura, e shqipni edhe vetë, edhe keni më bindë vetë për efektin. E njëjta vlen edhe për të rriturit, veç është në qep, pra në qëropa, deri në mëngjes, qoni, mashallah, pip në kom. Kështu që neri ju përshëndes shumë, sa ma pak me qenë se murë, kur i kemi laqët tona natyrale, elhamdulillah na ka folë Allah dhe gjitha veç me ditë me i përdorë. Kështu që deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, ju them, miru pafshim.